Kalendari i javës së 28 të Superligës shqiptare ka vendosur sërish mi Vllaznin të luajë në transfer të rrallër stadiumi Zeqi Rymeri, ku kuqeblut përballën të dielën në orën 16 me ekipin vendas të Kukësit. Skuadra e drejtuar nga trajneri Armando Cungu vazhdon të përgatitet me intensitet për këtë sfidë, por ashtu si në ndeshjet e tjera, sërishmi ka mungesa në kontingjentin e Cungut. Duke lënë më njanë tashmë dyshen Kapaklia Marku, i pari operuar 2 ditë më parë në Itali dhe i dyti me të gjitha gjasat, edhe ai drejt asaj rruge, jashtë grupit kuqeblu është dhe dyshja tjetër, Krymi Tafili. Dy mesfueshorët në fjalë duhet thënë se kanë qenë ndër pikat më të forta të skuadrës gjatë këtij sezoni futbollistik, duke patur vazhdimisht besimin e trajnerit Cungu si titular të padiskutueshëm në formacion. Dëmtimet e marra në sfidën me Tiranën bën që dy futbollistët në fjalë të kenë pasoja jo të vogla për vazhdimsinë. Dy futbollistët në fjalë nuk stërviten me skuadrën prej ditës së hënë, duke lënë të kuptohet se mungesa atyre janë tashmë evidente në formacionin kuqeblu për ndeshjen e rrallës. Në këto kushte Vllaznia pritet të luajë me një formacion ndryshe nga ai që pam në sfidën e fundit me Bardhë të Tiranës. Pari shkak për një gjë të tillë janë bërë mungesat për arsye dëmtimi të dy futbollistëve mesfueshor, Ardit Krymi dhe Alsit Tafili. Mungesat e tyre kanë detyruar teknikun Cungu të marrë masa për zëvendësimin e tyre me futbollistë të tjerë nga stoli. Nga sa pam në stërvitje, Gulishta dhe Kruja priten të jenë zëvendësuesit e Krymit dhe Tafilit për këtë ndeshje të rrallës, por përpos emrave duket se ka dhe lëvizje lojtarësh në fushë. Kështu Gulishtës Cungu i ka besuar krahun e djathtë të përpavijës, duke shtyrë përpara gocën në rolin ku luan zakonisht Krymi si një mesfueshor shkatërues, ndërsa Kruja ka marrë vendin e Tafilit. Gjithsesi, deri të shtunën kur Vllaznia të kryejë seancën e fundit përpara nisjes drejt Kukësit, Cungu mund të ketë dhe ide dhe lëvizje të tjera në formacionin anti-Kukësi.